Shqipëria po shndrohet gjithnjë më shumë në një destinacion që po tërheq vëmendjen e turistëve nga gjithë bota, sipas një artikulli të botuar në blogun amerikan të udhëtimeve Adventure Escape. Dikur e konsideruar një vend periferik në hartën turistike të Europës, Shqipëria sot po përjeton një rritje të ndjeshme interesi nga vizitorë ndërkombëtar. Me një kombinim të rrallë mes plazheve me ujëra të kristalta, qyteteve me arkitekturë karakteristike osmane, maleve dramatike dhe një kulture autentike ballkanike, vendi po shndrohet në një alternativë serioze për ata që kërkojnë diçka përtej destinacioneve klasike si Greqia apo Italia. Sipas blogut amerikan, Saranda është ndruar në një nga destinacionet më të kërkuara verore, me plazhe me guralec dhe ujëra të kristalta. Qyteti shërben si bazë për të vizituar atraksione si Butrinti, Syrikaltër dhe Ishujt e Ksamilit. Ndërkohë zona të tjera të rivjerës si Himara apo plazhet e izoluara përgjatë Bregdetit Jonian po tërheqin gjithnjë më shumë vizitorë që kërkojnë qetësi dhe natyrë të paprekur. Pavarësisht stereotipeve të krijuara nga filma si Taken, Shqipëria konsiderohet një vend i sigurt për turistët, përfshir gratë që udhëtojnë vetëm. Shumë vizitorë raportojnë se ndihen të mirëpritur dhe të respektuar, ndërsa rastet e incidenteve serioze janë të rralla. Mikpritja shqiptare mbetet një nga elementet më të përmendur nga të huajt, të cilët shpesh shprehen të surprizuar nga ngrohtësia dhe gatishmëria për ndihmë. Ndërkohë ekspertët besojnë se me investime të mëtejshme në infrastruktura, akomodim dhe shërbime turistike, Shqipëria mund të konsolidojë pozicionin e saj si një nga destinacionet më interesante të mesdheut. Për ata që kërkojnë plazhe të bukur, qytete me histori të pasur, çmime të arsyeshme dhe një përvojë autentike ballkanike, Shqipëria mbetet një zgjedhje që po fiton gjithnjë më shumë terren në hartën turistike europiane, sipas blogut amerikan.